Për këtë temë po, këta qef pak më u lidhë, sepse është edhe një hadith që më ka intrigu dhe më ka shqu kureshtje është hadithi i Sunan Nabi Davud, numër 4294, i cili e përshkruan disa etapat të kësaj që sot njihen me gjuhë profesionale, geopolitika apo ngjarjeve të cilat ndodhin, i cili po e citoj pak këtu, thot Umranu Bejtul Maqdis Harabu Yetrib. Harabu Yetrib është Medinë. Harabu Yetrib Khuruj Melhama. Khuruj Melhama Fithul Konstantinije. Fithul Konstantinije Khuruj Dejjal. Çka do të thonë kjo? Në gjuhën shqipe kjo i bie, ky hadith thënie profetike e pejgamberit tonë të dashur, i cili e spjegon etapat që kanë me ardhur deri te dalja e Mesias Rem apo Dejjallit. Po, është me shkëlqimin e Jerusalemit, Bejtul Maqdis, do të hiezohet, do të bjen ndikimi i Medinës së sotme. Me rënien e ndikimit apo shkëlqimit të Medinës së sotme, do të pushtohet Konstantinopoja. Po, Stambolli sotëm. Stambolli sotëm. Atëherë nëse Stambolli i sotëm qenë ka Turqia, apo? Në fakt, Turqia nuk është Stambolli i sotëm. Stambollin e sotëm e kontrollon Mbretëria e Bashkuar ende, përveç marrëveshjes së Lozanës të vitit 1923. Konkretisht 24 korrik 1923 është nënshkruar marrëveshja e Lozanës ku ujrat rrjedhëse, kaluese, kontrollohen nga Mbretëria e Bashkuar. Pra, pritet pushtimi, sepse marrëveshja e Lozanës s'ka don me 24 korrik të vitit 2023, që po vje ajo ditë, dhe deri në atë ditë nënkupton një lloj pushtimi të Konstantinopolës. Pra, sot gryka e Bosforit, Dardanelit dhe deti Marmara është nën kontrollin e Mbretërisë së Bashkuar, dhe ky kontroll dhe taksat të cilat qarkullojnë ato tragete, të gjitha derdhen në arkën e Mbretërisë Bashkuar, njëjtën kohë edhe gryka e Gibraltarit. Shkurt, a besoni në ardhen e Dejjallit dhe a besoni në Dejjallin, domethënë kështu në pamjen fizike? Patjetër se po. Ku gjendet sipas juve? Nëse sipas thënieve profetike islame, se skatologjia islame kështu e thot, edhe neve na ka mësuar, ai gjidet në një ishull. Dhe në një ishull me ndikim. Dhe ai ishull me ndikim sot është Mbretëria e Bashkuar apo Anglia, që ndikimi i saj vetëm se ka filluar me uzbeme të mëdha, veç pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeth, dhe fuqia globale ku gjendet Dejjalli ka qenë fuqia ushtarake dhe monetare. Në atë kohë Mbretëria e Bashkuar apo Anglia e mbretit George e vitit 1550 diku, ka fillu shtrirjen e territoreve përmes flotave edhe funtës si vlerë monetare globale. Dhe me shtrirjen e saj, njëjtën kohë ka pushtuar edhe pjesë të ndryshme të kontinenteve. Me këto nënkuptojmë se transferimi i pushtetit nga Mbretëria e Bashkuar ka ndodhur në pas luftës së parë botërore, ku edhe marrëveshja për Bretton Woods, ku ka fillu dollari amerikan të njihet si monedhë globale e transaksioneve financiare. Dhe Bretton Woods është pikëkthesa ku amerikanët transferojnë pushtetin e dikurshëm të Mbretërisë së Bashkuar, ku gjendet sot që besojmë ne, Dejjalli, dhe ky transferim i pushtetit ushtarak amerikan, financiar amerikan dhe ndikimit politik nënkuptohet ajo me automatizëm, është duke
pësu goditjen më të fuqishme tani gjatë presidentës Biden, dhe ky transferim, sipas eskatologjisë islame, pritet të transferohet në fazën e fundit të tij, sepse është një hadith i pejgamberit alayhis salam që thot me ardhjen e Dejxhallit në tokë, ai do të sundoj për 40 ditë. Një ditë sa një vit, një ditë sa një muaj, një ditë sa një javë dhe ditë të tjera si ditët e zakonshme. Pra, nëse zgaboj hoxha, është ashtu? Pra, kjo është ajo që ne presim transferimin e fundit të pushtetit i cili do të jetë Jerusalemi sotëm, dhe dalja e Dejxhallit pritet së shpejti, 2023-2024, sipas meje. Bravo. Të vëllon Dejxhallit. Kur jemi tek këto tema të teorive konspirative, por ndalmi pak edhe tek pranvera. Ty të ka ndodhur në diçka interesante, i taku me një njeri në Amerikë, nëse s'gaboj, me 2 identitete. Çfarë ndodhi konkretisht me ta? Në Amerikë ekziston qeveria dhe ekziston korporata. Dhe ka njerëz që janë pjesë e qeverisë ose e pjesës reale të shtetit. Dhe pothuajse në çdo vend nuk ka